Vëllezër dhe motra, juve që ju ka kapluar pikëllimi, ju që nuk po ndiheni mirë, ju që mendoni se jeni përfshirë në depresion dhe nuk keni vullnet për të vazhduar më tutje. Ju kuptoj, është normal që kur fëmiu largohet nga gjiri i nënës të çaj, nga sa e kapton uria. E kuptoj kur njeriu është larg ujit pse është i etur. E kuptoj kur njeriu largohet nga shoqëria të jetë i vetmuar. Andaj kërkoj nga ju gjithashtu të më kuptoni se kur jeni larg Zotit është normal të jeni të depresionuar, të mërzitur. Prandaj për të larguar depresionin, për të larguar mërzinë, duhet një lidhje më e fuqishme me Zotin. Duhet një lidhje më e fortë me Allahun e mëdhenuar. Një lidhje e cila ua kompenzon të gjitha ato që po ju mungojnë dhe mendoni se mungesa atyre ua ka shkaktuar mërzinë dhe pikëllimin. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, sikur e përmend gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha, kur e kaplonte ndonjë mërzi, nga se ai ishte njeri dhe ne jemi njerëz, na kaplon mërzia, na kaplon pikëllimi. Nuk është shqetësuese të kaplon pikëllimi, por shqetësuese është të jetosh i pikëlluar. Nuk është shqetësuese të kaplon nga njëre stresi, por shqetësim është të jetosh i stresuar. Këtu është problemi. Andaj dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur kaploi nga njëre nga problemet, nga mërzia dhe pikëllimi, çfarë bënte? Aisha radhiyallahu anha thot fazi'a ila s-salah, shpejtonte tek lidhja e fuqishme, shpejtonte tek Zoti i mënduar që të lidhet me të fuqimisht, që atij t'i afrohet përmes namazit. A ke provuar me e largu depresionin me namaz? A ke provuar ndonjëherë që brenga që të kanë ngarkuar ti derdhesh dhe shkarkosh duke qenë në sejdë? Provoje, me lejen e Allahut të mënduar do ndihesh pak më ndryshe. Në kohën kur shumica e njerëzve janë përfshirë në një depresion, jetojnë në strese të shumta, të cilat edhe shumë kënaqësi që ata i gëzojnë u kanë humbur shijen atyre. Shumë bukuri që ne i shohim nuk na duken më ashtu të bukura. Të gjitha këto dhe shumë të tjera i ka bërë të zymta depresioni, stresi, pikëllimi dhe mërzia që ka kapluar shumicën e njerëzve. Andaj sot qëndrojmë këto para kësaj kategorie të njerëzve, atyre që janë të zhytur në depresion, ata që i ka përfshirë stresi, ata që janë në pikëllim dhe mërzi. Pikërisht këtyre ju drejtohem sot, që me lejen e Allahut të mënduar, t'ua them disa fjalë përmes të cilave shpresoj se nëse i marrin seriozisht, se nëse meditojnë atyre me lejen e Allahut të mënduar, do të ndihen tërësisht më ndryshe, do të jenë më mirë, do të kalojnë këtë prag të kësaj sfide, do të ndihen më ndryshe me lejen e Zotit të mënduar. Këshilla e parë që ua them është që ta përdorin besimin në Allahun e mënduar për të dalë nga depresioni. Por jo besimin sipërfaqësor, por jo besimin vetëm në fjalë, por jo besimin vetëm në aspektin e jashtëm, por të zhytim më thellë besim, më tepër ta pretojmë atë. A din në kënd beson? A din kush është ai që ti beson në te? Wallahi nëse një. Betojmë në Allahun e Madh, nëse zhytesh më thellë në këtë besim, me lejen e Allahut të mënduar, nuk do të mbetet pikëllim, nuk do të mbetet asnjë grip depresioni në zemrën tënde. Të gjitha do të zhduken. Thellahu dhe zhytu në besimin në Allahun e mënduar. Nëse thellohesh, nëse zhytesh, do ta gjesh një Zot që është i urtë, i cili nuk të sprovon për të shkatërruar, i cili nuk të sprovon dhe nuk të ka sjellë në këtë gjendje për të dëmtuar. Nuk e ka bërë këtë shkel e shkët dhe këtë, është i urtë, i cili çdo gjë e bën me urtësi të skajshme, vendos çdo gjë në vendin e tij. Nëse thellohesh më tepër në këtë besim, do ta gjesh një Zot i cili të dën, të përkrah, i cili nga emrat e bukur të tij është i gjithëmshirshëm, nga emrat e bukur të tij është i buti, nga emrat e bukur të tij është ai që është El Wadud, ai që i dën robët e tij. Duke u zhytur më thellë këtë besim, do të kuptosh se çdo gjë në këtë kosmos ndodh me lejen e Allahut të mënduar. Sado që ta kanë shkaktuar armiqt, ata që të urrejnë, ata që nuk i pajtuar me ta kanë shkaktuar këtë mërzi, këtë depresion, ndoshta ziliqarët kanë pikëlluar, dije se e tërë zilia e tyre, nëse grumbullohet dhe dëshirojnë me te të godasin,
por Allah nuk jep leje, nuk kanë mundësi me të godit. Andaj ky besim ta kthen disponimin, ky besim ta kthen elanin për jetë dhe aktivitetin, duke qenë i bindur dhe e bindur se çdo gjë është në dorën e Allahut të mënduar, në dorën e Atij që të ka krijuar, në dorën e Atij që të don, në dorën e Atij që të mëshiron, të begaton, kujdeset për ty dhe asgjë nuk ndodh pa lejen e Tij. Ajo që gjithashtu shpresoj që do të na ndihmon në këtë drejtim. Të gjithë ju që nuk po ndiheni mirë është kërkoj nga gjithë ju ta kuptoni pak më ndryshe jetën. Ta kuptoni pak më ndryshe koloritin e saj. Njeriu i cili mendon se e tërë jeta është në dashuri ndaj ndokujt, shumë lehtë kaplohet nga depresioni. Njeriu i cili ka kuptuar jetën të kufizuar në pasuri të caktuar apo në kualitet të caktuar jetësor, shumë lehtë përfshihet nga depresioni. Çfarë të bëjmë? Ta kuptojmë këtë jetë pak më ndryshe. Allahu i mënduar është krijuesi i gjithësisë dhe ai na ka krijuar neve. Andaj ta kuptojmë jetën, pse Allahu na krijoi. Ai na krijoi për të adhuruar Allahun e mënduar. Në qoftë se e adhuron Allahun, kjo është jeta. Çdo gjë që të mungon pas kësaj, do të kompenzohet me lejen e Allahut xhalla xhelalu. Gjithashtu, ta kuptosh jetën pak më ndryshe. Nuk ka jetë pas prova. Ne kur themi se duhet me u fal, duhet Allahun me adhuru, absolutisht nuk themi se nuk kemi u përfshin ndonjëherë në mërzi dhe në pikëllim. Nga se jeta është e tillë, por nuk do të jetosh kështu, nuk do të kenë ndikim në jetën tënde. Kjo është e rëndësishme. Andaj jeta është e tillë, jeta është me sprova, jeta është me probleme, por i ka edhe aspekte saj të mira. Kuptoje drejt jetën, kuptoje drejt rolin tënd këtë botë. Kuptoj se është kalimtare, sado që ke probleme, sado që ke telashe, gjitha këtu kalojnë me lejen e Allahut të mënduar. Nuk është jeta vetëm probleme, sikur që nuk është vetëm begati. Kuptoj me këtë kolorit dhe kuptoj se është kalimtare. Në qoftë se e luan rolin këtë botë si duhet dhe e përmbush misionin që Allahu e kërkoi nga ti në këtë botë, me lejen e Allahut të mënduar, nga kjo jetë kalimtare do të bartesh në një jetë pa probleme, pa mërzi, pa pikëllim dhe pa stres dhe depresion. Në qoftë se ati mbajmë mend dhe në atreg vëmendjen bukuria e xhenetit. Kjo bukuri me lejen e Allahut të mënduar do të na ndihmon që të kalojmë sprova do të lashtë e kësaj bote. Andaj, porosia ime e tretë drejtuar juve, vëllezër dhe motra, është ta kuptojmë jetën pak më ndryshe. Mos ta kuptojmë këtë jetë si fundi të asaj që kemi, por ta kuptojmë si një stacion që pas këtij bartemi dikun tjetër. Në qoftë se këtu kalojmë si duhet, me lejen e Allahut të mënduar, marrim fund mërzit, marrim fund problemet, marrim fund të lashët, por në qoftë se dështojmë në realizimin e qëllimit në këtë botë, atëherë jo vetëm që nuk do të marrim fund pikëllimet dhe mërzit, por ato sa do të shkojnë e do të shtohen. Për fund, nuk dua që të largohem nga ju, dhe të ndahem për juve pa u dhënë një dhuratë që shpresoj tek Allahu xhallahu ala do t'ju disponoj skajshmërisht. Kjo dhuratë nuk është diç materiale, nuk është diç që blihet me parë, por është një dhuratë e trashëguar gjenerat pas gjenerate nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutja që i drejton i pikëlluari, i mërzituri, Zotit të gjithësisë. Kush i drejtohet Allahut me këtë lutje, me lejen e Allahut të mënduar do të largohet pikëllimi dhe mërzia e tij. Andaj dhuratën e